Festa e Detit 2025 mori kuptim të plot këtë vit në organizimin e shoqatës Durrësi Autokton, duke sjellë një aktivitet të veçantë në kuadër të edicionit të saj tradicional dhe në prag të 25 qershorit, ditës së marinarit. Fëmijë, qytetarë dhe të rritur, por edhe turistë u bën pjesë e një lundrimi të paharrueshëm përgjatë Bregdetit të Durrësit me rimorkiatorin Epidam, mundësuar nga Bujar Hoti. Gjatë udhëtimit, pjesëmarrësit mundën të shijojnë muzikë në bord dhe u njohën më nga afër me historinë dhe bukuritë natyrore të Gjirit të Durrësit, ku ky lundrim solli promovimin e turizmit lokal. Pas lundrimit, aktivitetit vazhdua në ceremonitë festive, ku interpretuan këngë dhe valle tradicionale. Këngëtarët e pranishëm Dimitër Stefa, Lulieta Strefi, Violeta Beshiri dhe grupi i baletit të studios Arjan Plaku dhuruan spektakël. Në këtë atmosferë festive u nderuan 3 figura të shquara të detarisë durrësake: kapiten Hamdi Domi, kapiten Hamil Milaqi dhe zoti Dashmir Janina. Për jetën dhe kontributin e tyre u shfaqën dokumentar të shkurtër realizuar nga Astrid Tahiri dhe secili prej tyre u vlerësua me titullin Mirënjohje e qytetit të Durrësit me motivacionin për kontributin e tyre në profesionin e detarit dhe gjurmët që kanë lënë në historinë e shkruar të flotës detare shqiptare. Një ditë që i kushtohej detit, kujtesës kolektive dhe identitetit historik të qytetit bregdetar të Durrësit, e kthen festën e detit në një ditë simbolike të gjallë të trashëgimisë detare bregdetare.